Kja protesta shumë e vonume, faktikisht. Këtu në këtë protest ishte dash me arë me marë pjesë tanë Shkodra. Tanë ata halëqi, tanë ata punëtorë që rroga nuk ju del për bugën e gojës. Tanë ata shkodranë që janë të rrethum, tanë të veriorë që janë të rrethum me tra në tanë antë për me pagu lek, për me kalu veriorë. Tanë ata shkodranë që janë të dëru me ble 2000 lek litrin e natës. Tanë ata prind që nuk janë sët për me u plëcu kushtet minimalit të fëmijëve të vetë. Tanë ata prind që i shkojnë dyqan dhe me 50.000 lek blejnë një qeset vogël me ushqime. Kja ishte dasht me fillu kja protest kur u prishe 100 shtëpia në thellë. Bravo! Ishte dasht me vazhdu kja protest. Kur u rrahen banor të rjollit për ditë të shty muj. Pas kërkush nuk e hapi zani, vetëm një krysh njërës. U bakja që a vete për Zvonecin, ja, a rjolli si e majtin ka proteste. Ja puna ata që janë rrame policin, janë rrame me ftyra të matë këqia qa mund jenë janë rrame e shty muj. Kja është kryesorja për çka duhet me dalë. Për rrogat, për çmimet, për pamundësinë. Kja është. Lutem, dëgjoni fjalën e qytetarit. Kjo është mas e vërtet. Mas 33 vjetëve që kam pa në Itali, unë e kam lënë. U ktheva se kjo Shkodër ka kenë e më ka mungu aq shumë sa që asnjë nuk mund ta kuptojnë atë që kam kalu unë. E mas 33 vjetëve, vi këtu, hala se kam pa vitin, gjej që kryeministri jonë dënë me na shit vendin tonë. E pa llogarit gjithë ta prallat natyrore që kena na si vend i jonë ku jena. Edhe e këquj jashtëzakonisht ekstreme këtë gjë. Jo ky pushtetar nuk mundet me na shit vendin tonë. Askush. S'ka parti! Mas harroni një diçka. Gjesh Kastrioti ka luftu me shpat për këtë vend. Gjesh Fishta me pet e na sot do të luftojmë me gjak për me mbrojtë Për drejtën tonë. S'ka fe, s'ka parti, që për qënë këtë shqiptari! S'ka fe, s'ka parti, që për qënë këtë shqiptari!